të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, siç e dini, dje ka përfundu procesi zgjedhor. Dëshiroj të falenderoj gjithë votuesit dhe përkrahësit e Partisë Demokratike të Kosovës, po gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, pavarësisht se përcent subjekt politik kanë votu, ka qenë një proces zgjedhor demokratik. Dëshiroj ta falenderoj gjithë strukturën dhe listën e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës. E uroj fituesin, lëvizjen vetëvendosje dhe zotin Kurti për fitoren. Sigurisht Partia Demokratike e Kosovës ka prit rezultat më të mirë, unë kam prit rezultat më të mirë. I nevojitet tjetër rezultat Partisë Demokratike të Kosovës, po Partia Demokratike e Kosovës ka rrit me rujt votën e vet, me rujt elektoratin e vet. Pozita i ka edhe përgjegjësi të veta, kur jem pozit ki edhe përgjegjësi, sigurisht se unë nuk jam prej atyne që iku edhe shefna mas përgjegjësive. Këto ditë do të kemi takime me strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, vendimet i marrë në kohë, të analizuara, të peshura mirë dhe sigurisht nuk vonohna në vendimarrje. Kemi edhe festat e fund vitit, dëshiroj që gjithë qytetarët e Kosovës t'ju uroj vitin e ri 2026, shëndet, begati për këta dhe për familjet e tyre, dhe pres që shpejt të konstituohen institucionet, venit këtë institucione, mos të kemë vakum institucional, vazhdon puna, pa se mjaftueshëm kemi pas blokada edhe mungesa, dhe secili ta kryjmë punën e vet, edhe partitë që kanë fituar, po edhe ne që mund t'jem në opozit me dhe kontributin tonë mrena përgjithësive tona. Edhe herë falenderit, kush ka pyetje urdhani. Zoti Ronza, Shqipën Gjeron prej Kalca.com. Në konferencë për media, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti thotë që përret bashkëpunim me opozitën për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare edhe për zgjedhjen e presidentit të ri. Du me ditë për juve, a bashkëpunoni me vetëvendosjen se përket këtyre çështjeve? Gjithçka që është në interes dhe në dobi të Kosovës, Partia Demokratike jep kontributin e vet. Sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe në kalorem i kemi votuar marrëveshje ndërkombëtare, gjitha ato që janë dobi dhe në interes të Kosovës e qytetarët të Kosovës. Sa i përket çështjes së presidentit, unë e kam thonë që është proces i ndarë, unë pres fillimisht më konstituku vendi, me u formu qeveria, me vazhdu puna dhe kur të vjen koha e presidentit, besoj që ka mundësi me u gjetë formul qysh mu zgjedh presidenti edhe mos mu bloku vendi. Kur thoni që PDP nuk e ka marrë rezultatin që e ka pritur, a keni pasur kohë të analizoni se për çfarë arsye PDP nuk ka arritur rezultatet e pritura, e para dhe e dyta kur e përmendet çështjen e diskutimit të këtyre rezultateve në organet e partisë, a është opsion edhe largimi juaj nga posti kryetarit apo çfarë saktë dëshironi me këtë? Pora ku të din që zgjedhjet kanë përfundu pranë dikur vonë, koha nuk është që ka qenë mjaftueshme me pasë çka ka ndodhur. Pra po ripërsëris, Partia Demokratike e Kosovës e ka rujt votën e vet. Do të thonë edhe si përqindja si numër të votave aty do të jetë. Ndërsa sa i përket pyetjes së dytë, e thash që pozita ka edhe përgjegjësi. Dhe normalisht që mbi bazën e përgjegjësive marrën edhe vendimet, edhe unë nuk jam person që kur në jetën tam i kum shmong përgjegjësive, domethënë edhe i kum shmong normalisht kur ka nevojë edhe me marr vendime të caktuara, po i marr në kohë, mirë të analizuara, të peshura dhe pavonisë. Gjan vajmë do mua ku ka e reporterit. Jeni kritikuar për mënyrën e opozitbërjes, duke thënë se keni qëndruar më shumë në për debatet televizive dhe rrjetet sociale. Çfarë komentoni këto kritika? Cilën pjesë po mendon të opozitbërjes, a vetë çito 10 ditë fushatës apo gjatë kohës të kaluar? Shiko, tash unë kam marrë Partinë Demokratike të Kosovës para një muj dite, pak më shumë se një muj ditë që jam kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ku ka qenë tepër e shkurt që mund të më marrë me organizimin e brendshëm të partisë, reformat të parti, zgjedhjet të parti, sepse unë po deklaroj sot që Partia Demokratike e Kosovës shpejt do të futet në proces në brendshëm zgjedhor, nuk ka pasur një kohë gjatë zgjedhje prej vitit 2019 dhe do të fillon prej bazës, prej nëndegve, duke i përfshi gjitha nivelet deri në zgjedhjen e gjitha organeve të partisë, sepse
realisht është kohë e gjatë dhe ka nevojë që të kemi një reformë, të kemi një ndryshim edhe të moshës, edhe të gjenive, edhe të profesioneve, gjithçka tjetër. Prandaj, nëse i referoni 10 ditëshit, besoj që fushata e Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë shumë aktive edhe në terren, edhe në rrjetet sociale, edhe në televizione, kemi bërë përpjekjen maksimale, do të thotë që na ta shpjegojmë programin tonë dhe prapë e tham, në një situatë komplekse, bukur mirë të planifikuar se çka ndodh, domethënë besoj që Partia Demokratike e Kosovës ka bërë punë të mirë edhe ka rujt votën e vet, edhe ka rujt trupin e vet elektoral, sigurisht se në talmen është në një pozicion edhe jam i bindur që do të rritet edhe do të jetë parti fituese. Koleg, faleminderit shumë. Plutar, faleminderit. Faleminderit juve. Kalofshi.